qëndrojmë pak te golat, tani si shikon këtë garën për këpucën e artë, rikthehet Ronaldo, do pjetë, u ktheva, ju tha dhe kamerave pasi shënoi, duket sikur u minimizuan pak ato problemet e Portugalia, por janë evidente dhe me atë se çfarë është raportuar gjatë gjithë kësaj periudhe, duket që ka një përplasje Ronaldo Bruno Fernandes. Nga ana tjetër është Messi që shkëlqen dhe gjithë i rrin pas tek Argentina. Jo, para mendo nëse këta Messi, Ronaldo do të ishin në formën e tyre më të mirë, se çfarë mund të bënin në këtë nivel që kemi aktualisht. Mund ta nisim edhe më nga 5 gola. Gjithsesi është diçka e bukur për ata, ambicia e tyre, egoizmi, 41 vjeç, botrori 6 nuk është pak. Tani vërtet Martinez, tani portugalist, është kritikuar, por është shumë e vështirë të futesh në kostumin e tij. Si mund të lësh në stol Ronaldo? Sigurisht mund ta lësh kur e meriton kështu, po është lideri portugalist. E tregoi, e furnizuan me topa, shnoi 2 gola, krijoi raste të tjera, kështu që patjetër. Kjo është ajo diferenca dhe e trajnerëve. Ai ka pas shumë presion, gjetën një kundërshtar të Uzbekistani për të shliruar të gjithë, edhe Portugalia është aty, domethënë, është e futet ekipet pretendente. Pastaj kjo gara me Messi është gjithnjë e bukur sepse rekordet janë bërë për të thyer edhe do vazhdoj besoj. Është një garë e bukur që na ka shoqëruar gjatë 15 viteve të fundit ose edhe më gjatë, për atë se çfarë kanë ofruar futbollit. Për ju personalisht, kush është më afër këpucës së artë dhe kë kombëtare mbështesni në këtë kompeticion? Unë besoj që do shkoj deri në fund tek martë të mirëqen sepse Haaland për shembull është pjesë e Norvegjisë. Ndoshta Norvegjia mund të jetë surpriza e këtij edicioni. Nuk asgjë nuk mund të thuash kurrë, si thonë. Besoj favorit mund të jetë Mbappéja me Messin. Duhet edhe Portugalia ndoshta mund të bëjë atë, se prapë nuk quhet surprizë, edhe po shkoj Portugalia deri në fund. Por që e shikoj çik më afër duelin Messi-Mbappé. Shikoj një Francë shumë të fortë, një Francë që mos them që mund të ketë 2-3 skuadra, jo një skuadër. Edhe shikoj një Argjentinë shumë të pjekur. Kjo më bën përshtypje, një Argjentinë që ka arritur në pikën që mund të fitojë edhe me shumë thjeshtësi. Luan dhe futboll, por edhe është cinike. Pastaj Messi është shumë efektiv. Messi nuk vrapon se çka vrapruar, po në 20 metrat e fundit di të bëj diferencën dhe kjo është një plus shumë i madh për Argjentinë. Pastaj Mbappé që duhet për të fituar. Po, patjetër. Po shikoj më shumë te pjesa Francë-Argjentinë shikoj edhe të punën e goladorit deri në fund. E qartë. Mirë, Jorgis Memo, ishte kënaqësi të kishim program. Kënaqësia ime. Faleminderit.